Ranga ndërtesa 18 kaçe në Tajland ronjet bashkëthemeluesi Asos. Quentin Griffiths, bashkëthemeluesi britanik i shitësit online të modës Asos, ka ndruar jetë pasi ra nga një blok apartamentesh në qytetin turistik Pattaya të Tajlandës. Një hetues policie tha BBC se oficerët u thirrën në nëntshkurt pasi një burr ishte gjetur i vdekur pasi kishte rënë nga një kompleks prej 18 katesh në Pattaya në bregun lindor të gjirit të Tajlandës. Më vonë u konfirmua se ai kishte qenë bashkëthemeluesi kompanisë Asos. 58 vjeçari ishte vetëm në momentin e ngjarjes dhe autopsia nuk gjeti shenja të ndonjë veprimi kriminal. Nuk kishte as shenja thyerje apo hyrje me forcë. Sipërmarrësi bashkëthemeloi Asos në Londër në vitin 2000 së bashku me Nick Robertson, stërnipin e themeluesit të markës kostumeve Austin Red. Biznesi nisi me emrin Asen Screen, përpara se të kalonte në akronimin Asos në vitin 2002. Kompania u rit për të bërë një nga shitësit më të mëdhenj të modës online në botë me dizajnet e tij të veshura nga Rihanna dhe Michelle Obama. Ai u largua nga kompania në vitin 2005. Më vonë ai ndoqi disa sipërmarrje të tjera dhe duke bashkëthemeluar dyqanin online të mobiljeve Akika, shitësin e modës me fokus muzikën, ABTM dhe Adilin, një faqe interneti me veshje etike. ABTM më vonë u fut në administrim ndërsa Adil u shit për një shumë simbolike prej £1. Policia tajlandeze i tha BBC se ai kishte qenë i përfshirë në 2 çështje gjyqësore të cilat mund t'i kishin shkaktuar stres.